Pra, jemi ndalur në intervistën e ditës dhe teksa opozita akuzon policin për dhunë ndaj protestuesve, qeveria nga ana tjetër akuzon opozitën për protestë të dhunshme. Teksa këtë përplasje deklaratësh i takon ndoshta organeve të drejtësisë ta ndajnë, ajo që mbetet për të diskutuar është pikërisht aspekti politik. Ndaj unë do të kem në një intervistë online politologun Ermal Hasimia. Ju përshëndes. Mirëdita. Ju në fakt ishit edhe folës i protestës, jeni aktivist dhe jo një politikan i atashuar tashmë pranë Partisë Demokratike, pra nuk jeni. Çfarë ju bëri ju dhe pse sot qytetarët duhet të bashkohen këtyre protestave të mbajtura tashmë prej opozitës? Unë nuk jam antar në një partie, kështu që fola si përfaqësues. Po, patjetër, nuk e korrigjova. Merak. Unë jam fola në protest si përfaqësues i forumit të dialogut politik, pra jashtë partive, me dëshirën për të përcjellë aty mesazhin që forumi ynë ka. Në radhë të parë jo thjesht për partitë politike, meqense gjatë këtyre javëve të kaluara dhe në vijim do të vazhdojmë të merremi me procesin e krijimit të një bashkëpunimi midis partive, por edhe për qytetarët e thjeshtë, për qytetarët e Tiranës në radhë parë, meqense protesta zhvillohet në Tiranë, në mënyrë që të kemi një pjesëmarrje sa më të madhe, të kemi një dëshmi të atij zhgënjimi që konstatojmë çdo ditë që ekziston në raport me qeverisjen. Dhe është e rëndësishme, mendoj, që në dritën e gjithë problemeve që janë konstatuar me zgjedhjet, pra me eliminimin se thua atij instrumentit kryesor të demokracisë për shprehjen e vullnetit, që janë zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, kemi një bashkim të qytetarëve jo thjesht partive, por dhe qytetarëve për të kërkuar pikërisht zgjedhje të lira dhe të ndeshme, dhe nga ana tjetër edhe një bashkim të qytetarëve dhe pjesëmarrje në protestë, se kjo është një nga format kryesore demokratike, meqense zgjedhjet nuk kanë funksionuar. Pra të kemi dhe një mbështetje dhe bashkim të qytetarëve në raport me problemet, me rreziqet që i kanosin sistemit të drejtësisë, në kushtet kur mazhoranca po synon që të bëjë ndryshime ligjore për të pa aftësuar sistemit të drejtësisë goditje ndaj korrupsionit. Këto dy motive kanë qenë thelbi i fjalimit tim dhe i drejtoheshin jo thjesht njerëzve që kanë qenë aty në shesh, por me thënë vërtetën më tepër atyre që mund ta kenë parë fjalimin nga kafet, nga shtëpit, nga mjediset tjera. A janë protestat mjeti i duhur për largimin e një qeverie? Falni, protestat nuk mjaftojnë për largimin e një qeverie, është e sigurt, duhen edhe plot element të tjera. Protestat janë një instrument i fuqishëm, jo i vetmi, natyrisht. Një element tjetër i rëndësishëm është edhe qëndrimi që eventualisht mban faktorin ndërkombëtar. Gjithmonë më tepër kemi parë faktorin ndërkombëtar kritik ndaj qeverisjes. Elementet të tjerë pastaj të themi të pakënaqësisë, të zhgënjimit dhe të kërkesave të drejta janë gjithashtu edhe ato që paraqiten përmes mediave, përmes emisioneve ndryshme, reportazheve, lajmeve e të tjera. Pra ka shumë mënyra se si gjithë kjo pakënaqësi dhe zhgënjim paraqitet. Protesta është njëra nga këto, është ndoshta forma më spektakolare, më e dukshme, më e prekshme, por nuk është forma e vetme, është kombinimi i të gjitha këtyre që bën që shumica që është në pushtet marrë një mesazh të fuqishëm që nuk mund të vijojë qeverisjen e vendit me të njëjtën mënyrë. Dje në fakt pati përplasje mes protestuesve dhe policisë dhe jo vetëm ditën e djeshme, pra jo vetëm në protestën e ditës së djeshme, po si i gjykoni ju këto akte eskalim të situatës nga protestuesit apo hedhje gazi në mënyrë disproporcionale nga ana e policisë? Do të kemi parasysh që në raste të tilla përgjegjësia kryesore gjithmonë është atyre që janë aty për të ruajtur rendin, pra e policisë. Kur mblidhen 20.000, 30.000 veta në një protest, është e kuptueshme që do të ketë eventualisht edhe brenda dhe rrezikun e tejkalimeve, egzagerimeve, por gjithsesi policia për këtë punë është aty. Problemi është pastaj atëherë kur policia vendos që
se thua të mbaj një lloj qëndrimi ndryshe, siç ishte në rastin e xhamisë, sepse në këtë rast është problem tjetër, sepse në këtë rast nuk kishte ndonjë arsye për të hedhur gaz lotësielës në xhami. Ishte komplet e pa justifikuar dhe nuk mund ta përdorësh gazin lotësielës pa asnjë lloj kriteri. Është e papranueshme. Po, por kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër për atë protestë dhe për atë pamje ditën e djeshme pranë xhamisë së Namazjas. Pra duke mos Fakti që ka reaguar nuk e bën të drejtë qëndrimin e tij. Ka reaguar pikërisht për t'i paraprirë kritikave që do t'i bëheshin. Por një gjë është e thjeshtë. Në xhami nuk u futën protestuesit me molotov, u fut gazi lotësielës. Dhe gazin lotësielës sot vetëm një institucion e kanë në Shqipëri, nuk e kanë protestuesit. Në gjykimin tuaj, në këto kushte, a duhet që rreth duke marrë parasysh edhe numrin e forcave të policisë, pra duhet që rreth xhamisë së Namazjas të kishte një lloj gardi mbrojtës në rast të sulmeve nga ana e protestuesve? Të sulmeve ndaj kujt? Në rast të se, në rast të se, e zem. Po pra, po për çfarë arsye të çuditshme, protestuesit do duhet të sulmonin xhamin. Do thënë, për çfarë arsye? Nuk ka nevojë ta mbrosh xhamin, se nuk ka ndonjë shqiptar i cili t'i shkojnë në mend të sulmojë një xhami apo një kish. Është komplet kundër vlerave dhe natyrës dhe karakterit shqiptarit. Përfshirë edhe në situata të tensionuara. Nuk ka asnjë arsye as për ta mbrojtur xhamin dhe as për ta sulmuar. Nuk ke kundër kujt ta mbrosh xhamin. Po si justifikohen ato pamje ditën e djeshme, pra? Cilat pamje? Pamjet e gazit lotësielës, brenda ndoshta në oborrin e xhamisë. Ajo çfarë unë konstatoj, pa qenë ndonjë ekspert i shkëlqyer e kësaj fushë me thënë vërtetën, ajo çfarë unë konstatoj është që gazi lotësielës u përdor pa kriter. U përdor jo për të smbrapsur sulme ose agresivitet, por u përdor për të kanalizuar protestuesit, për t'i larguar, për t'i dekurajuar, ndërkohë që nuk ishte e nevojshme. Gazi lotësielës nuk është mjeti i parë që përdoret, është mjeti i fundit. Aq më tepër që është edhe i rrezikshëm. I rrezikshëm në ta përdorësh mes qytetit ku ka edhe njerëz që s'kan lidhje me protestën, mund të jenë duke punuar aty nëpër dyqane të rrotull, ose mund të jenë duke kaluar, ose mund të jenë duke kryer ritet e tyre fetare, si në rastin e xhamisë. Është komplet e pa justifikueshme. Le të ndalemi edhe më gjerë tek protestat. Ne në fakt shohim protesta nga ana e partive politike. Adriatik Llampaj prej muajsh tashmë vijon protestën e tij përpara kryeministrisë. Partia Demokratike me foltore dhe protesta të vazhdueshme, ashtu sikurse ka deklaruar edhe ditën e sotme kreu i Partisë Demokratike që do të vijojnë protestat e Partisë Demokratike, por shohim pak reagime ndoshta qytetare. Pse qytetarët nuk po i ndjekin ndoshta partitë politike? Unë shikoj që protesta e Adriatik Llapajt vazhdon. Po. Vazhdon pa pushim, kështu që ka një lloj qëndrese, një lloj motivimi të fortë me sa duket, dhe ka njerëz që zëvendësohen aty, vijnë vazhdimisht me zotin Llapaj në krye, natyrisht. Shoh që protestat e organizuara e opozitës, le të themi, edhe Partisë Demokratike, pavarësisht se në rastin e 20 shkurtit nuk ishte vetëm Partia Demokratike, por edhe parti të tjera. Por këto protesta janë me pjesëmarrje të konsiderueshme, pjesëmarrje shumë të madhe, bulevardi ka qenë plot në të 3 herët e fundit, pavarësisht shiut edhe kohës keqe dhe gjithë mesazheve dekurajuese që vinin nga të gjitha anët. Pra, shikoj që mobilizim ka, natyrisht që unë personalisht, për qenë sinqert, pres shumë më tepër mobilizim, pres shumë më tepër pjesëmarrje dhe pres atë në radhë parë nga qytetarët e Tiranës, cilido që është i pakënaqur me qeverisin aktuale, duhet dalë dhe ta tregoj pakënaqësinë e tij. Edhe sikur të mendoj që nuk është i kënaqur dhe i lumtur me partitë e opozitës, minimalisht gjëja kryesore që duhet, dhe këtë e thash dhe tek fjalimi, çdo qytetar do duhet vijë dhe tregoj pakënaqësinë e tij, jo thjesht dhe tregoj dhe forcën që ka në protestë.
Dhe këtë forcë duhet ta tregoj jo thjesht në raport me atyre që janë ndaj atyre që janë në pushtet, por edhe ndaj atyre që janë në shesh, ndoshta atyre partive që janë në shesh. Le t'ju tregoj edhe atyre që nesër nëse ato dikur do vinë në pushtet, do të gjejnë prapë të njëjtët qytetarë në shesh. Nëse ne ngrem duart lart dhe nuk reagojmë, nuk ka asnjë lloj vlere. Politikanë të këqij mund të ketë gjithkohës edhe mund vinë edhe të na bëjnë çfarë të duan. Jemi ne që ju tregojmë limitin si qytetar. Ju ndërkohë keni ndërmarrë edhe një iniciativë për bashkimin të një fronti të partive politike. T'ju pyes si po shkon negociatat, si po shkojnë negociatat e këtij bashkimi? Ne organizuam tryezën e parë përpara rreth një jave. Në këtë tryezë morën pjesë Partia Demokratike me ato aleatët e vet të përhershëm. Kishte 2-3 parti të tjera të cilat nuk janë aleatë të Partisë Demokratike, madje kanë qenë situatë le themi konfliktuale politikisht nëse mund ta them me këtë, si LZK-ja, legaliteti, dhe nga ana tjetër kishim edhe lëvizjen Diaspora për Shqipërinë e Lirë, që është një faktor i rëndësishëm politik, sidomos në nivelin e diasporës. Pra, kjo tryezë e parë u realizua, natyrisht që kemi edhe 2 parti të tjera, Mundësia dhe Shqipëria Bëhet, që presim dhe shpresojmë dhe jemi të bindur që në një moment tjetër, mbas disa muajsh, ndoshta do të na bashkohen në tryezë. U dol me disa pika kryesore, një nga këto ishte kërkesa, një qëndrim i unifikuar për kundër çdo lloj nisme të shumicës për të prekur ligjet që do të pengonin drejtësinë për të vepruar, synimi aktual i Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, me një qëndrim të unifikuar gjithashtu edhe për të mbrojtur sistemin e një drejtësie kushtetuese që godet krimin e organizuar dhe korrupsionin, si dhe vendimin për të mbajtur një qëndrim po aq të unifikuar në raport me një kod zgjedhor që për cilin do të binin dakord të gjitha partitë e pranishme në tryezë, pra pa qëndrime unilaterale. Këto janë elemente shumë të rëndësishme, mendoj unë, që u arritën që në tryezën e parë. Presim që të bashkohen edhe të tjerët, më vonë jemi duke punuar për këtë gjë, jo vetëm ne, por mendojmë që koha punon në favorin ton, në favorin e këtij misioni që kemi marrë përsipër, sepse gjithmonë e më tepër do të bëhet e domosdoshme që të ketë një bashkëpunim midis partive të opozitës. Dhe meqense jeni duke pritur ato partitë e tjera që ende nuk janë bashkuar, partitë e reja hezitojnë të bashkëpunojnë me Berishën, ndërkohë që ky i fundit deklaron derën e hapur, por nuk lëviz nga pozitat e tij. A mendoni se këto negociata do të prodhojnë në fund edhe një front të gjerë opozitar? Nuk ka shumë kuptim as për net forumit dhe as nga partitë e tjera që të imponojnë partisë kryesore të opozitës se kush duhet të jetë kryetari i tyre ose përfaqësuesi i tyre. Kjo nuk ka kuptim, me thënë vërtetën. Ti vendos bashkëpunosh ose jo, por nuk ja imponon dot tjetrit. Imagjino sa qesharake do të jetë sikur unë të shkoj tani tek një parti cila do, edhe të them që hik ti si kryetar, duhet viti kush tjetër se nuk më pëlqen. Kryetarin e një partie vendosin ata që janë në parti, antarët e partisë. Ti nuk mund të imponosh partisë tjetër se kush do ta drejtojë. Pra ju thoni, nëse doni të bashkëpunoni dhe të bashkoheni këtij fronti, bashkohuni me këto kushte që janë. Patjetër, si mund të kërkojmë edhe PD-ja mund të kërkojë partive tjera që të ndryshojnë drejtimin e tyre. S'ka asnjë lloj kuptimi. Nuk ka asnjë lloj kuptimi. Nëse bashkëpunimi nuk ndërtohet mbi bazën e njerëzve. Bashkëpunimi ndërtohet mbi bazën e parimeve dhe ideve, mbi bazën e objektivave të përbashkët që ti ke. Dhe unë konstatoj që këto objektiva, ide të përbashkëta ekzistojnë. Po të shikosh çfarë kërkojnë të gjitha partitë e opozitës sot, është e qartë se çfarë kërkojnë, të njëjtat gjëra. Nuk ka absolutisht asnjë lloj dallimi. Nëse unë ju them sot një listë me prioritete politike, ju nuk jeni në gjendje të më thoni tani se cila parti ka thënë, sepse të gjitha partitë kanë thënë. Janë të përbashkëta. Kështu që atëherë çfarë kuptimi ka që ti të merresh me çështjen e kush është aty, kush e udhëheq, kush e drejton etj. Nuk e vendos një parti se kush do ta drejtojë partinë tjetër. Nëse ti je dakord me parimet, hajde punojmë parimet. Le mos merremi me njerëzit, të merremi me idenë. Me parimet dhe me idet. Kjo është politika. Kjo është politika.
Ndërkohë, nga njëra anë janë protestat e vazhdueshme të opozitës, ndërsa në kuvend vijojnë edhe reforma zgjedhore dhe po ashtu edhe ajo territoriale, teksa mazhoranca në fakt i ka votat edhe për një reformë të një anshme. A mendoni se në këtë formë opozita duhet të arriti imponohet mazhorancës për reforma konsensuale? Unë mendoj që është e rëndësishme që e gjithë opozita të mbajnë një qëndrim të unifikuar dhe në forumi i dialogut politik për këtë po punon. Për ato që janë çështjet kryesore, edhe përfshirë dhe për kodin zgjedhor që është i rëndësishëm. Dhe këtu kemi patur qëndrime shumë pozitive nga ana e Partisë Demokratike, sa ajo është që është atje në komision për të debatuar drejt për drejt për të përplasur me Partinë Socialiste. Kemi pasur qëndrime shumë konstruktive dhe gatishmëri në fakt për një qëndrim ose vendim të unifikuar edhe për kodin zgjedhor. Njësoj dhe për çështjen e drejtësisë, për atë nenin e famshëm 242 dhe nisma të tjera ligjore që mund të ndërmarrë ndoshta shumica antarëve. Kështu që këto lloj premtimesh, angazhimesh ne i kemi marrë dhe është një fillim shumë i mirë, me thënë vërtet. Si komentoni ju? Mund të ndodhë që Partia Socialiste për shkak të 86 mandateve që kanë në dispozicion, mund të imponojnë me qëndrimin e vet. Por, në këtë rast do të paguajë një kosto shumë të lartë në raport me qytetarët, sepse qartazi do të imponojë një vullnet, do të thyejë një traditë dhe një praktikë politike të njohur në Shqipëri, pra të marrjes së vendimeve të tilla me konsensus, do ta prishte këto lloj praktike, do paguajë kosto dhe elektorale për këtë, do të imponojë autoritetin e vet. Dhe nga ana tjetër edhe në raport me ndërkombëtarët që kërkojnë fakt pikërisht atë çfarë kërkojnë edhe partitë e opozitës. Pra konsensus, marrëveshje të përbashkët për ato çfarë janë ligje të rëndësishme ose ndryshime ligjore të rëndësishme. Po, por disa herë ka deklaruar që ne i bëjmë edhe pa ju. Duket sikurse nuk e ka problem atë raportin me qytetarët edhe me ndërkombëtarët. Patjetër, mund ta bëj, është duke e bërë në fakt në shumë mënyra të caktuara, por siç po e shohim po paguan edhe kosta. Nëse më përpara kishim një lloj qëndrimi goxha tolerant të ndërkombëtarëve ndaj qeverisë, tani nuk e keni më. Një pyetje të fundit për ta përmbyllur intervistën tonë, a ishte protesta e ditës së djeshme një protestë që ashtu sikurse simbolizonte edhe data e 20 shkurtit, pra i dha mesazhet e qarta ajo protestë se çfarë realisht kërkon opozita dhe ku do të arrijë dhe sa do të arrijë atë që kërkon? Unë besoj se po, besoj se i dha mesazhet, natyrisht nuk jemi përballë një diktature komuniste fatmirësisht, por jemi në kushte gjithsesi goxha problematike. Në kushtet ku instrumenti kryesor i demokracisë zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk funksionojnë. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne këtu në Shqipëri, vjen dhe OSBE Odiri dhe ta qartëson, ta tregon qartazi. Jemi në kushte ku qeveria goditet nga korrupsioni dhe vendos të ndryshojë ligjet për të mbrojtur përmes një ligji të imponuar me votat që ka. Jemi në kushte shumë problematike. Nëse te kalohet edhe këto vija të kuqe, është e vështirë pastaj që të kthehet mbrapa. Sepse krijohen precedent, bëhet më e vështirë edhe për vetë ata që marrin vendimet edhe për vetë shumicën që të kthehet mbrapsht. Pastaj do detyrohet të mbrojë gabime gjithmonë më të mëdha dhe detyrohet të mbrojë gabime të mëdha duke bërë gabime akoma më të mëdha. Ky është problemi kryesor. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Ju uroj një ditë të mbar.